Jam Monda Trusinka. Një moment, lutem. Më thoni kur. Monda çka ka ndodhur? Unë jam 73 vjet. Jam ngritur nga shtrati, vajta votova normalisht, nuk më ofendovi absolutisht asnjëri, si burrin, se burrin e kam të shtrirë në krevat, vajta e mora, ka erdhur me motor këtu. Çka ka ndodhur, më thuaj? Më ka dhënë luan tolozhina për gryke, këtu më ka dhënë, më tha fjalët e fundit që mund t'i thotë, dhe që s'ka birnene që t'i thotë ato fjalët e fundit. Po të më dhunojë mua ai në këtë moshë 73 vjeç dhe të më thotë, je komuniste qelbur, je këtilla, rrugaqe, fjalët e tjera nuk po i them se është turp. Pse ndodhi konflikti? Nuk e di arsyen, unë kam qenë këtu, nuk kam qenë as brenda në zyre, as në këtu në obori i shkollës, kam qenë prisnja burrin që kishte lënë bicikletën këtu. Personi në fjalë, ishte komisioner? Nuk e di. Ai bën ligjin, ai bën komandën, se është komisioner, se s'është, unë nuk u gjykoj asnjëri. Dhe bindjet e mia, se çfarë bindje kam unë, se jam komuniste, se jam e PD-s, se e PS-s, se çdo partie, janë bindjet e mia. Keni bërë kallëzim? Vajta të bënja kallëzim, ishte rarë një person tjetër atje, kishte shumë polici, mu veshën sytë, më ka erdhur, më ka marrë djali, duke shmangur djalin që mos bëjë, në më thënë mos zireshe me të niprit edhe në polici, u largova. Ju pasë juve u ktheva. Ju lutem, unë bindjet e mia që kam, i kam në kokën time, e di vetë. Pse mendon se ka ndodhur? Po ju ndalojnë që s'keni drejtën e votës? Po, jo, përse ri këtu moj komuniste qelbur, ky është e muhabeti. Përse ri dhe kini 14 vjetë që po na pini gjakun. Kush jam unë? Unë jam një copë pensioniste. Unë kam qenë mësuese 46 vjetë e nderuar e respektuar në tërë Pogradecin. Edhe në Starovo ti ke qenë, në me thënë, familja jote ka qenë, jo, s'ka për të qeshur, është familja jote që më ka respektuar dhe më respekton. Dhe më respektoj në të tërë të madh edhe të vejgjër.